Në Gjakov, fitues I zgjedhjeve është Ardian Gjini me 56,69% të votave. Në Gjilan, fitues I zgjedhjeve është Alban Hyseni me 61,26% të votave. Në Dragash, Begjet Gjeladini, fitues I zgjedhjeve me 59,19% të votave. Në Kaçanik, fitues I zgjedhjeve është Sabedin Vishi me 51,19% të votave. Në Klim, fitues I zgjedhjeve është Zenun Elezaj me 58,06% të votave. Në Fush Kosovë, Valon Përbreza, fitues I zgjedhjeve me 55,12% të votave. Në Mitrovicën e Jugut, Faton Peci, fitues I zgjedhjeve me 53,67% të votave. Në Obiliq, fitues I zgjedhjeve Halil Thaçi me 51,29% të votave. Në Rahovec, Smail Latifi është fitues I zgjedhjeve me 52,17% të votave. Në Pej, fitues I zgjedhjeve është Gazmen Muhaxheri me 61,09% të votave. Në Prishtinë, fitues I zgjedhjeve është Përparim Rama me 51,41% të votave. Në Prizren, fitues I zgjedhjeve është Shaqir Totaj me 53,42% të votave. Në Suarek, fitues I zgjedhjeve është Bali Muharremaj me 55,34% të votave. Ne votojmë për gjitha, po votojmë kundër certifikimit në blokot.